Me 7, 8, 9 dhe 10 maj të vitit 1999, Gjakova kishte përjetuar të merrin e luftës. Forcat policore paramilitare serbe vranë civil shqiptar në qytet, madje dhe dogjën shtëpitë e tyre. Me 7 maj të vitit 1999, te vendi i quajtur Ura Taliqit në 2 rrugë të ndryshme, ku ende shihen edhe gjurmët e plumbave, forcat serbe kishin ekzekutuar civil në Gjakovë. Agron Binaku kujton ditën kur serbët ja kishin vrarë baban dhe bashkëqytetarët e tij të Gjakovës. Grupin tjetër e kanë fut në rrugën e Dashit aty, do më thonë, ma afër u kone rrugë dhe ka fillu pushkatimi në atë rrugë aty, për Dragi i ka thonë, dil për i rrenit, edhe i ka gjujt mas pari në kom, me Kalashnikov, me pastaj i ka ra në trup dhe Agimi ka vdek. I kanë thonë, masane i kanë thonë, Astrid Regjës edhe Lulzim Jakës me marrë Agimin ashtu të vrarë e me fut në shpinë ku ishtë tu kallë aty. Ku kanë marrë ata edhe junia aty e kanë shti, po i ka gjujt edhe ata dhët për Dragi. Po këtë ditë edhe Petrit Regja me shumë banor të Gjakovës ishte deportuar dhe serbët i kishin rrëmbyer vëllain e tij Astridin. Me datën 7 maj ishin sa fillun luftimet. Dikon në orën 9 me mëngjes ka fillu deri në orën në faktikisht kanë 2-3 ditë kanë zgat, po ajo shka u konë ma madhe, u konë deka ora 6. Atëherë na imi dal, se qëllume në midis luftimeve, imi dal me familje me krejt. Këtu të Ura Taliqit bashkë, këtu kanë fillu të i nalë, të i da për familjeve, aty ish vllavi im, me gjithë mahallës të rrugës jonë, ishin dikon 26 im konë. Pia se di si i kanë nda, mas dikur që i kanë pru eshnat, ju në borë rivarrimi, po këta dorasit nuk ju në zonë. E sot për disa nga serbët që dyshohet që kanë marrë pjesë në krimin ndaj 106 shqiptarëve në Gjakovë me 7 deri me 10 maj 1999, gjykata themelore në Prishtinë, departamenti special ka lëshuar urdhër arrest në të cilën përmenden dhe krimet e bërë te Ura Taliqit. Është tepër vunune, po mirë po, edhe nuk është e vunune, po pse se duhet mu kap edhe mu denunce me ditë se ka ndodhur gjenocid, jo vetëm në qytetin e Gjakovës, po në krejt në barë Kosovën. Duhet mu denu dikush. Po, vendodhjen unë edhe vendodhjen ja di, me mguaj mu nëse e shë kitë intervjist timen, unë i kisha thonë ma një dorëzoh, edhe kallëzon krejt qysh, për kaj i ki marrë urnat e asi. Është e mirë se arën e për këtë aktakuz, pak me vones, po ma mirë vonë, se hiç jemi të lumtën që e kanë bo këtë aktakuz. Presim sa ma shpet mi zonë këta me u denu, mi marë dënimin e merituar. Në këtë aktakuz, paramilitarët serb akuzon se të vendi i quajtur Ura Taliqit në Gjakovë, por edhe në lokacione tjera në periudat kohore 1998-99 kanë rrëmbyer trupat e civilëve shqiptar të vrarë dhe i kanë dërguar në Batajnicë.